Sektori i pyjeve, sikur që dhe sektori i bujqësisë, periudhën 4 vitet e fundit ka shënu të arritur atë progresin më të madh në prej se Kosova ka institucionet e veta dhe parashkollës pavarësisë prej vitit 2001 e këndej. Nuk është vlerësim që e përbëjon, po është vlerësim i mekanizmave të jashtëm edhe vendor dhe ndërkombëtar që kanë bënë një vlerësim të tillë. Në rast se nalim specifikisht tek sektori i pyjeve, ne gjatë këtij mandati që tashmë përfundoi, pothuajse kemi hartu strategjinë për pyjet. Edhe kemi aprovu ligjin për pyjet e Kosovës, për zhvillimin e pyjeve të Kosovës, një ligj që ishte në procedurë të idesë së plotësim ndryshimit dhe amandamentimit për 12 vite që do të thotë ka pas vështirësi dhe mos dakordonës mes akterëve të institucioneve për me adresu. Madje unë kur e kam me kongullsi dhe kam fut në planin legjislativ, më kanë thënë që është një përpjekje e kotë që mos jam sy se ka shumë çështje që ndërveprojnë edhe duhet me arrit. Për një periudhë dikun 10 vjeçare ose më shumë se 12 vjeçare, menaxhimi i pyjeve, posaçërisht te kjo pjesa e parandalimit të prerjeve, ka qenë përgjegjësi e deleguar ose decentralizuar prej nivelit qendror te niveli lokal. Mirë po sikur komunat nuk e kanë pas impenjimin edhe prioritetin për me trajtu mbrojtjen e pyjeve. Tash, prej se ligji ka hyrë në fuqi, do thotë menaxhimi është pjesë e institucioneve qendrore, agjencisë. E përveç strategjisë, ligjit, planeve të veprimit, mandej task forces për parandalimin e prerjeve ilegale që është bërë në nivel të qeverisë, mandej strategjisë për informim dhe komunikim, sektori i pyjeve, sikur se edhe ju e thatë, duhet parë edhe në aspektin më të gjatë të fushëveprimtarisë dhe ndikimit që ka. Mbi 40% e territorit të Kosovës është me pyje dhe kjo është një pasuri dhe trashëgimi të cilën ne jemi, unë them, vetëm shfrytëzues të përkohshëm, ndërsa historia na gjykon se si do t'ia ulëm brezit që të pason, edhe trive që lindin dhe rriten e zhvillohen çdo herë në shoqërinë tonë. Në funksion të aspekteve të diversitetit, mandej edhe aspektet e shfrytëzimit për qëllime shumë qëllimore, pyjet në aspektin do të thotë e ushqimit që ofrojnë, në aspektin e bimëve mjekësore aromatike, në aspektin e çajrave dhe produkteve tjera, unë kam pa që kjo aspekt komplementar arrihet ose avancon në momentin kur ne kemi edhe diçka që është risi e mandatit tam qeverisës, është çështja e agroturizmit dhe ekoturizmit, që përbën marrëveshjen e parë ndërkombëtare prej se Kosova ka institucione në sektorin e bujqësisë. Ne kemi një marrëveshje ndërkombëtare me qeverinë gjermane. Ne i kemi dakordu për 2-3 vite 10 milion euro. Qeveria gjermane për fillim ka dakordu 10.2 milion, tash në negociatat me mekanizmat evropian, Komisionin Evropian, vlera e përkrahjes së partnerëve ndërkombëtar do të jetë minimalisht mbi 16 milion euro, ndërsa 10 milion euro pjesëmarrja e buxhetit ose qeverisë në këtë drejtim. E çka synojmë ose çka kemi pas në mbamendjes ose në objektivat tona kur e kemi trajtuar një çështje të tillë. Ne duhet me fuqizu ushqimet proteinike të zonës. Ta zonë, njëna prej shumë studimeve që ka dalë dhe mësimeve që kemi nxjerrë nga Covidi është që njëna prej është një vlerësim i përgjithshëm që aspekti i imunitetit të shoqërisë është dobësu mas të madhe nga stili dhe mënyra e ushqyeshmërisë, sikur se janë fast foodat edhe këto çështje të ushqimet që mundi me i quajtë industriale. Edhe në funksion të kësaj, promovimi i agroturizmit edhe i ushqimeve proteinike të zonës është njëna prej mundësive që Kosova ka kapacitet jashtëzakonshëm për shkak se kjo rrit turizmin, kjo e promovon ushqyeshmërinë e shëndetshme edhe kjo fuqizon ka aspekt multiplikativ në fuqizimin e zonës të fshatrave të caktuara për shkak se vetëm të marr vetëm një shembull. Në rast se tash është në proces të implementimit përgjegjësinë ka qeveria gjermane, ne jemi aty partner, po në rast se ne krijojmë ose mbështesim ata që dëshirojnë të bëjnë ndërmarrës nga fermerët, edhe në një zonë kanë gjitha ushqimet të produkteve të qumshtit, të vezës, të mishit, të lopës, të qingjit, të kecave e të gjitha ato, mundësia është ideale që me ofru do thot aspekte restorane që ofrojnë ushqime të shëndetshme proteinike edhe nikosisht që ngjall krejt zonën për shkak se në zinxhirin e funksionimit të bujqësisë shumë është e rëndësishme plotësimi i zinxhirit të funksionimit nga prodhimi fillestar deri tek plasimi i produktit. Si gjithmonë FAO mbështet Ministrinë dhe sektorin plotëtarisë në shënimin e 21 marsit ditës ndërkombëtare të pyjeve.
kjo ditë është proklamuar prej Kombeve të Bashkuara, kurse prej vitit 2013 FAO bashkëpunim me Kombet e Bashkuara çdo vit organizojnë ngjarje të tilla me qëllim që të ngritjes vetdijes edhe promovimit të vlerave pyjore në vende të ndryshme të botës edhe nxitjen e veprimeve miqësore ndaj pyjeve në shumë vende. Pyjet, siç e dini, luajnë rol shumë të madh në jetesën e njerëzve. Dikon, sipas disa fakteve që kemi, dikon 5 miliard njerëz në botë shfrytëzojnë produkte ushqimore prej pyjeve. Kjo është një shifër shumë e madhe, edhe njerëzimi nuk është i vetëdijshëm shumë se sa pyjet mund të ofrojnë për shëndetin edhe për sigurinë ushqimore në botë. Prandaj, këtë vit është caktuar motoja e shënimit kësaj dite është pyjet dhe ushqimi, me qëllim që të ngritet vetdia se sa të rëndësishme janë produktet pyjore për ushqimin e njerëzve, për ushqimin drejt për drejt, por edhe kushtet për prodhimin e ushqimeve përmes aktiviteteve bujqësi, pujtari, agroturizëm edhe cilat ato tjera që lejo ti përmendi ministri. Ne jemi shumë të kënaqur në njerëz se po mundemi me promovu këtë ditë në opinionin kosovar edhe për me ndiku sadopak që qasja ndaj pyjeve të ndryshohet. Kemi një qasje deri tash kisha me thonë jo shumë adekuate ndaj vlerave pyjore, po me ndikimin që kemi pas me kuadër projekte që është i zbatuar prej FAO-s dhe mbështetje të donatorëve të ndryshëm edhe me bashkëpunim me ministrinë, gradualisht këto standarde, këto praktika po përmirësohen, edhe tash kemi do thotë një gjendje ku pyjet po kontrollohen shumë më mirë edhe njerëzit po kanë një qasje shumë më miqësore ndaj pyjeve. Nëse flasim për ushqimin dhe pyjet, Kosova ka një mundësi shumë mirë dhe te ne ende nuk ka filluar do të shfrytëzohet dhe të hulumtohet tartufi si një produkt shumë i veçantë. Te zonat tona kryesisht ajo që marrim prej pyjeve janë kryesisht burdhat, një pjesë në 2 sezona, sezona qershor korriku dhe shtatorit, edhe sezona tjetër është kjo qepa e arrushës si një prej produkteve më interesante të maleve që ka në Kosovë. Agroturizmin për herë të parë e ka inicu ministri që keni prezent. Nuk ka pas program ose nuk ka pas projekt në Kosovë, Kosovën e pas luftës ku është bën një politikë ose një program për agroturizëm. Për herë të parë unë e kam fut për shkak se e shoh potencialin, shumë faleminderit, e shoh potencialin e jashtëzakonshëm për zhvillimin e turizmit malor, turizmit rural, përmes agroturizmit edhe për krejt kësaj. A ka çdo herë vend për përmirësim? Kur s'mund të ndalë. Nuk mund kur një moment me thonë, ose nuk duhet shoqënia me pas pikën e ngopjes që nuk duhet me bë kërkesa më shumë. Unë shumë i du këta që bëjnë edhe vretje, edhe sugjerime me vend, por edhe që donë propozime konkrete dhe janë pikërisht. Produktet pyjore jodrusore është krejt në rregull kur i përkra fermerët ose mbledhësit e produkteve, po për fat të keq nuk kemi ende një databazë ku e dim sa po mbledhen, edhe mos po mbledhen ma shumë se sa që duhet, edhe mos ndoshta pe dëmtojmë vitin e ardhshëm mos me urrit ato llojet produkteve pyjore jodrusore, sepse për fat keq nuk e kemi ende një kotim të asaj sasisë sa po mbledhim na. Ndoshta këtu duhet me u kthy pak edhe fokusi, masi po flasim për pyjet, mos të harrojmë që është sot dita e pyjeve, kështu që me u kthy pak fokusi, unë e di për shembull vitin e kalum në bjeshkët e Nemuna, kur e kemi pas rastin e mbledhjes boronicave që janë shumë të shëndetshme, janë shumë të mira, nuk janë fast food që do të na mi promovu, po janë mbledh me disa prej krerëve që vitin e ardhshëm mandej për një vit me radhë ka pas mandej mungesë të boronicave në atë rast pikërisht se e kanë dëmtu lulën e cila mbledhet në atë formë. Ne nuk mundemi asnjëherë me promovu ose me pru një projekt pa mbështetjen institucionale që e kemi pas, edhe që po du me potencu kur e përmendëm zogun edhe të një lloj tjetër i rrallë që kemi bën një projekt shumë mirë si vjet. Kështu që me u kthy fokusi pikërisht te këto çështje. Jo, recebullin e kemi pas në targetim tonin të projektit të Mishkëndrazë të Ndaj. Kështu që të kthehemi pak edhe te ajo sa po na japin pyjet, në çfarë gjendje kemi, monitorimin e shëndetit pyjor që nuk e kemi ende në masat më të mira të mundshme që shtetet e tjera evropiane duhet me pas, rritjen vjetore të saj sa kemi mas drusore, sa kemi rritje të produkteve pyjore drusore, mandej ta shfrytëzojmë formën më të mirë të mundshme. Unë po kërkoj infrastrukturë, rrugë, të cilat të çojnë më lehtë në përpyje edhe mbi pyje.
Kjo është ajo që unë kërkoj. Besoj s'po kërkon betoni kështu cement, diçka asfalt. Jo, pse jo beton? Pse çka ka kjo të keqe këtu? Kjo këtu okej, po ajo pjesa për shembull. Jo, ajo është e bërë me keq. Tani, lejo të shpjegoj diçka. Për me shku deri tek shtigjet ku ti mundesh me ec, ma shumë hjek me vetura ose me gjipa për me shku se rruga është e keqe, infrastruktura, se mandej kur nis me ec në kam. Prandaj ne nuk duhet me pas frikë që me qu infrastrukturë që njerëzit me jafru afer natyrës, afer maleve. Shumë, do më thonë, vendet botës kanë arritë që me i bo shumë aparata cilat pe i zavendësën disa prej përfitimeve që ne si sportisti marrim, do më thonë, në natyrë ose në këtë rast në pyetje. Çka në ato pajisje, do më thonë, është një prej pajisjeve, është një mask, do më thonë, që po ta vështërson ty frymarrjen dhe po ta bën frymarrjen si kur je në lartësi shumë të madhe kujdetare. E dyta është edhe oksigenoterapia, e cila me të vërtet po ndikon shumë tek regenerimi i sportistëve. Shumë, do më thonë, efekte pozitive cilat natyra jep tek ne sportistët është tek qarkullimi i gjakut që është shumë i rëndësishëm për ne si sportistë ose për rehabilitimin e paslodhjeve të ndryshme, edhe gjithashtu edhe oksigjeni që domethënë e thith ose e përmirëson tek ecjet ose tek vrapimet e ndryshme.